Shikues të Alert, mirë mbroma. Përshëndetje nga televizioni Ora News. Jemi në të premten e emisionit të përjavshëm, si çdo të premte për çështje që na prekin gjithëve, për çështje që i takojnë konsumatorit, i takojnë shëndetit publik e tjera. Do të flasim sot pikërisht për shëndetësinë. Do të bëjmë një skaner në fakt të sistemit shëndetësor, por duke evidentuar problematikat më të mëdha që hasen nga ne. Në fakt, edhe pas 34 vjetësh demokracisë, sistemi shëndetësor vazhdon të mbetet në tranzicion, me gjithë përpjekjet apo punët që iniciohen nga qeveritë të ndryshme. Emigracioni i lartë, po ashtu ka sjell dhe kryesisht ku preken mjek apo infermier ka sjell mungesa në sistemin tonë shëndetësor dhe kryesisht atë parsorin. Lista e barnave të rimbursueshme, megjithëse shtohet, gjithmonë ka ankesa apo pakënaqësi të njerëzve, ka mungesa të medikamenteve më të rëndësishme, në fakt, ato që janë jetësore në spitalet tona, ka një problematik të theksuar edhe në lidhje me programimet e vizitave, të cilat vërtet është dhënë prioritet mjekut familjes, por një pjesë e mirë e tyre programohen më pas për specialitete të ndryshme. Do të flasim sot për gjitha këto çështje me 3 njohës dhe ekspert, mjek gjithashtu, 2 prej tyre. Kam të ftuar sot zotin Osman Stafa, është gazetar dhe aktivist. Përshëndetje, kënaqësi që ju kam në studio dhe në fakt një ndër gazetarët ose ndër të vetmit gazetar që jeni kushtuar shumë përveç pjesës punës përditshme në lajmet e politikës, jeni kushtuar shëndetësisë dhe sistemit shëndetësor dhe ju falenderoj edhe për këtë. Faleminderit ty për ftesën dhe që po jep rëndësi një nga çështjeve më të rëndësishme që unë mendoj në fakt jepet që po flasim. Po japet pak, prandaj po them. Zoti Besnik Jakaj është mjek dhe ish drejtori i Agjencisë Kontrollit Barnave, kënaqësi që ju kam në studio. Kënaqësia ime. Dhe zoti Ilir Allkja. Falenderoj edhe unë Osmanin për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë për sensibilizimin e një problemi kaq madhor në shoqërinë shqiptare, sepse është marrë me disa tema specifike, jo me gjithë sektorin shëndetësor, por që i ka elaboruar shumë mirë dhe ka nxjerrë një pjesë të problemeve të mëdha që po vuajnë qytetarët shqiptar në përballje me jetën, se kjo është dramatike. Patjetër, dhe doktor Ilir Allkja, mjek gjithashtu dhe sigurisht një pjesë shumica prej jush e njohin edhe për ekspertizën e tij, daljet televizive, këshillat, por edhe për problematikat që ka pasur me postin e punës, me idenë që po fole, ik nga puna dhe kështu ndodhi në fakt. Kështu ndodh. Në Shqipërinë e shekullit 21, kjo është rutinë. Nëse i punësuar në shtet, duhet ta mbyllësh gojën, duhet mbyllësh dhe veshët. Unë ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë. Është hera e parë që jam në një studio me zotin Osman. E falenderoj për kontributin e tij për një çështje kaq të rëndësishme, saç është shëndeti i popullatës dhe sidomos shëndeti i njerëzve në nevojë tmerrsisht akute për të smurët me tumore. Në fakt, dhe me ju do ta nis bisedën zoti Stafa, sepse jeni pak më lirshëm edhe për faktin që nuk jeni mjek. Por për qeni sinqert edhe indicën për këtë emision e ka marrë nga postimet tuaja dhe nga kërkesa e para pak ditëve që kishit bërë ju një status, diçka e tillë që a ka dikush informacion nëse ekziston ky medikament apo ka ardhur apo një gjë e tillë. Cilat janë problematikat që për ju sigurisht mund të jenë shumëta, apo ato kryesoret për pjesën e onkologjikut, medikamenteve për smurët në tumore e tjera? Sigurisht edhe problematika tjera. Granit, në momentin që fillon dhe i hyn sa më thellë çështjeve të shëndetësisë, aq më dram është realiteti dhe situata. Sa më shumë ti të hysh për të parë se si funksionon gjërat, mungesat e çdo gjë tjetër, aq më shumë dhimbje, aq më shumë dram njerëzore ti shikon. Dhe ata të cilët e paguajnë këtë janë pacientët shqiptar. Aktualisht që ne po flasim, pacientët të cilët bëjnë rreze në spitalin onkologjik tek akselerator 2-shi prej 4 ditësh po ngrohen diell. Sepse prej 4 ditësh, akselerator linear 2-shit i është priqur dera, nuk mund të funksionojë. Për ta qartësuar, Shqipëria ka vetëm 2 akselerator linear të cilët bëjnë rreze tek onkologjiku. Dhe akselerator linear 1-shi ka disa gama që trajton për të bërë rreze disa lloj kancereve, ndërkohë akselerator linear 2-shi ka një gëmë më të gjerë. Ato çfarë bën
akselerator linear njëshi e bën dyshi, atë çfarë bën dyshi nuk e bën njëshi. Çka do të thotë që këta pacient nuk është se meqense u prish kjo pajisje do hyn ke njëshi, nuk hyn dot. Që do të thotë prej 4 ditësh, pacientët të cilët vuajnë nga kanceri dhe do duhet të zbatojnë protokollin e tyre dhe nëse pastaj se ndoshta mjekët e kuptojnë më shumë rëndësinë e protokollit dhe zbatimit, momentin që ti nuk zbaton një protokoll qoftë edhe për një smundje shumë të thjeshtë më. Domethënë edhe ato vitaminat po nuk i morën në kohën e duhur dhe sipas asaj çfarë jep mjeku, recetës nuk kanë asnjë lloj efekti. Dhe prej 4 ditësh pacientët që vojnë nga kanceri janë pa rreze. Ti shikon pastaj dhe hyn dhe kontrollon, shikon dokumentat dhe shteti shqiptar, Ministria e Shëndetësisë paguan 300 milion lek për mirëmbajtjen e akseleratorëve në Shqipëri në vit. 300 milion lek dhe një herë në 2 javë njëri akselerator apo tjetri prishen, u prishen 2 herë, u prishen kanë avari e tjerë, 300 milion lek, nuk janë pak. Dhe askush nuk jep asnjë lloj përgjigje. 300 milion vjetra apo 3? Të vjetra. 300 milion lek për të mbajtur 2 pajisje. Dhe po të bësh llogarinë e këtyre sa harxojnë këta, ndoshta do kishe pas një akselerator tjetër, se e di çfarë thon mjekët. Ore, thon, ne kemi nevojë të paktën edhe për 2 akseleratorë të tjerë për të plotësuar gjithë nevojat tona, se çfarë ndodh? Ti ke 80 pacientë në ditë. Dhe çfarë bën? Do i futësh këta pacientët dhe këto pajisje do t'i mbi-ngarkosh. Çfarë do bëj pajisja? Nuk mund të mbaj, do prishet. Dhe sikur ai kopshti Eden mos ishte bërë atje te kryeministria për zbukurim dhe për zbukurime dhe estetikën e kryeministrit, 4.3 milion euro, se kjo është tallja më e madhe që i bëhet shqiptarëve, ti do kishe bler 2 akseleratorë dhe historinë e pacientëve që vuajnë nga kanceri dhe që nuk bëjnë dot rrezet sepse prishen pajisje do ta kishe ezauruar. Pastaj, nëse ti nuk do të çojë ata 2 satelitët në hapësirë që kanë kushtuar 6 milion euro, do i kishte bler disa pajisje ECMO, që janë pajisje mjaft të rëndësishme dhe shpëtojnë jetën për pacientët të cilët vuajnë nga zemra. Nëse ti nuk do i kishe çuar këta 2 satelitët në hapësirë, do kishe bler një PET scan. E di çfarë bëjnë pacientët me kancer, sepse është një pajisje diagnostikuese për pacientët të cilët vuajnë nga kanceri dhe është e rëndësishme, nuk bën dot mjeku pa bërë këtë diagnostikimin. Ose shkojnë tek privati 1.700 euro, 1.600 euro sa i e mendon, dhe nëse edhe privati ndoshta ka të prishur e tjerë marrin avionin e ikin në Turqi, ikin në Greqi, ikin në Maqedoni. E diti se kjo është drama njerëzore, po pastaj ne kemi 80 pacientë në ditë granit që bëjnë kimioterapi. 80 në ditë që shkojnë. E diti sa poltron kemi ne? 19 poltron. Kosova ka 100 poltron. Kosova, shteti i 2008-ës e tjerë, ka 100 poltron. Që sigurisht do ketë numër më të vogël pacientësh? Po në krahasim me numrin e popullsisë, sepse është një fakt që këtu nuk po flet njeri, dhe kjo është çmenduria më e madhe. Ne kemi arritur numrin 7.000 pacientëve në vit raste të reja që vojnë nga kanceri. 7.000. Nuk kanë ndodhur më parë, të paktën në statistikat që unë kam parë nga 2015 e këtej nuk kanë ndodhur që ne t'i afrohemi numrit 7.000. Çfarë po ndodh? A ka një analizë e çfarë po bëhet? Por përveç kësaj, përveç se ti nuk bën asnjë gjë, ti nuk siguron as pajisjet dhe as medikamentet. Por dal tek medikamentet. Mua më thon tani që gratë të cilat vuajnë nga kanceri i gjirit kanë mungesë të medikamentit Phesgo dhe në mungesë të këtij medikamenti japin Herceptin, një medikament tjetër. Nga jo çfarë unë të paktën më kanë deklaruar dhe më kanë thënë nuk mundet dot që një pacienti ti ndryshosh medikamentet sipas asaj çfarë ti ke në magazin. Është protokoll i qartë. E nis me A, do e vazhdosh me A, nuk mund kalosh A, B, A, C, D etj. Dhe për ta përmbyllur këtë situatën. Bëj vetëm një ndërhyrje teknike. Duhet të kuptojmë PET scaneri që citoi zoti Stafa, është një skaner i avancuar që bën prerje dhe qëllimi i kësaj është eksaktësisht për zgjedhja e mjekimit, e skemës mjekimit. Përcakton mjekimin, qartë. Përcakton skemën e mjekimit. Dhe tek skema e mjekimit, në përgjithësi në të gjitha skemet e mjekimit, por tek skema e të smurëve me tumor, duhet me se zban ky PET scaneri dhe konsulta për të vendosur me konsult të disa ekspertëve mendimin e PET scanerit skemën e mjekimit. Dhe skema e mjekimit është e pandryshueshme. Skema e mjekimit përshtatet me moshën e pacientit, me smundjet e tjera të mbi vendosura, me stadin e tumorit që është kapur me kohën, pra janë një ser elementesh që është e patjetërsueshme nga patronazhistët, nga koordinatorët apo nga njerëzit pastaj të papërgjegjshëm, sepse unë kolegëve të mi këtë nuk ua fal. Mbas përgjimeve që ju keni bërë publike, të thotë mjeku në spital për smur me tumor bëj sikur e ka, mos ja bëj ndryshoj dozën, kjo është dramatike pastaj. Por në shembulli këtu që nuk flasin dot mjekët është Ilir Allkja, që e kemi këtu se ky ka fol
është larguar nga sistemi. Më larguan. Nga sistemi. Më zbuan. Unë nuk punoj në sistemin spitalor shtetëror, jam doktor i shkencave mjekësore, kam një eksperiencë shumë gjatë, jam specialist nefrolog, nuk punoj se nuk jam ankuar, nuk jam qarë për vetën në i herë për këtë pjesë, por është problemi që ka sistemi shëndetësor është dramatik. Më falë se të ndërhyra vetëm për saksim teknik. Dhe vetëm një moment, Granit, dhe më thënë, ti shkruan pastaj në një kërkesë që unë i kam bërë Ministrisë Shëndetësisë për PET scanin dhe i them ku drejtohen dhe si bëhet ky diagnostikim për pacientët të cilët kanë të nevojshëm të bëjnë këtë kontroll. Dhe përgjigjja është diagnostikimi i rasteve me patologji tumorale kryhet sipas protokolleve mjekësore të aplikueshme në vendin tonë. Pra, në momentin që një qytetar shqiptar pra ka të nevojshëm, është etik, nuk mund të kalosh në mjekim pa bërë PET scanin. Dhe pastaj një smur me kancër do të marrë avionin, pra duke përfshirë lodhjen e tij, duke përfshirë çdo gjë tjetër për të shkuar në Turqi. Pastaj për ta kaluar vetëm... Po përgjigjja është e thatë ama, nuk thot asgjë përveç se sipas protokolleve. Po jo, po më thot... Pyetja ka qenë konkrete ku? Pra, unë të thash pyetjen e dytë, po them, a ka sistemi ynë shëndetësor pajisjen PET scan? PET scan është pajisje diagnostikuese e mjekësisë bërthamore në institucionet publike, nuk ka patur një pajisje të tillë për shkak të vështirësive që lidhen me sigurinë e lëndës radiofarmaceutike që shërben për kryerjen e procedurës së ekzaminimit. Pra, kjo është më skandal. Se ti thua shteti jonë, shteti Shqipërisë nuk mundet do dhe nuk e ka. Ai që ka kthy këtë përgjigje do ke qenë në koordinatore. Është zëdhënësi i Ministrisë për koordinimin për informimin e tjerë. Po si mundet do? Nuk quhet farmaceutika ajo. Po si mundet atëherë? Kontrasti. Shiko, si mundet atëherë që shteti jonë nuk e ka një PET scan dhe privati e ka? Si mundet që ka i privati më i fuqishëm se sa shteti? Dhe për ta mbyllur gjithë këtë kapitullin e kësaj, për para një muaj u hapë pediatria specialiteteve në QSUT me shumë buj, vajti kryeministri, ministria, u bë një hapje shumë e madhe dhe aty janë edhe të stacionuar në katin e 4 mos gaboj fëmijët të cilët vojnë nga kanceri. Dhe di çfarë ndodh me këta fëmijë? Nuk kanë ujë të ngrohtë për familjarë që të lajnë fëmijët, nuk ka ujë të ngrohtë. E kam denoncuar me pamje se si prindërit fusin në ujë të marrë nga shtëpit për ata që janë nga Tirana, ujë të nxehtë, e bëjnë valë kur nisen nga shtëpia, derisa ta arrin në spital tjetë normalisht. Dhe ata të tjerë që janë nga rrethet, sepse rinë me muaj në spital, ata shkojnë aty japin një bakshish atit lokalit aman ose i luten apo diçka tjetër. Spitali një muaj i ndërtuar, i hapur, pa ujë të ngrohtë. Nga të anisësh, se të shingelesh pa koment. Jam pa fjalë. Me qenë se përmendet mungesën e pajisjeve, edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian i vitit kaluar për Shqipërinë, në lidhje ato gjetjet e tij pra për kapitull 28 ku është mbrojtja e konsumatorëve dhe shëndeti publik, e qartëson që mungesa e investimeve në shëndetësi detyron shqiptarët që shkojnë tek privati. Në shumicën e gjithë atij buxhetit të tyre shkojnë tek privati. Shqipëria është një vend shumë i vogël dhe është shumë i vogël për të lulëzuar kaq shumë spitalet private. Dhe që spitalet private kanë punë dhe lulëzojnë është pikërisht sepse shteti ka mangësi. Ka mangësi në shërbimin, në standardet e shërbimit, në cilësinë e shërbimit, gjithashtu edhe në sasinë e shërbimeve. Dhe nis nga kjo anë shqyqyr që ekzistojnë spitalet private, sepse është një opcion për shqiptarët përpara se të marrin rrugët e botës për të mjekuar. Po s'kan lek, doktor? Për të mjekuar dhe... Si dhe bëjmë atyre që s'kan lek, se mirë, jam dakord unë për ata që kanë lek. Po ata që s'kan lek, që do bëjmë? E disa njerëz më shkruan që nuk kanë, do të bëjnë një PET scan atje dhe rinë pa PET scan. Nuk bëjnë do të një check-up, jo PET scan. Nuk bëjnë do të një eko, nuk bëjnë do të një skaner. Në kohën e mungesës nga të shtetit pak në që i ka private. Kjo është meri, sepse një shoqëri quhet e qytetëruar ose emancipuar në atë nivel që ajo trajton të smurët dhe sidomos të smurët terminal, don ato njerëz që janë duke e lënë këtë botë dhe të trajtosh atë, do të thonë pa pikën e njerëzilekut, pa pikën e humanizmit, është akuza më e rëndë për institucionet që administrojnë shëndetin. Rasti onkologjikut është uluritës, është rasti i tmerrshëm. Nuk mund të ketë më tmerr se kaq. Që ai do në një farë mënyrë po vuan
ka jetën e tij në fije të perit dhe në vend ne si shoqëri, në vend shteti, që t'i gjendet për krahu, do të thonë e tallë, se bën sikur e mjekon. E gënjejnë, janë të smur që shkojnë e vinë për ditë pa marrë shërbimin në onkologjik. Po përveç onkologjikut, spari mjeku i familjes me idenë që e mos grumbullimit jo në raport me onkologjikun, por me në tërësi me problematikat e QSUT-s. Lejmë vetëm të diçka për mjekun e familjes. Është në kolaps. Nuk flet njëri për këtë, sepse pra ne po flasim për çështje etike, ne po flasim për ECMO që shkojmë te lajmi, sepse do të thënë ndrojmë jetë, një miokardit akut, një diçka po spate këtë pajisjen, ti je i vdekur 100%. Ti je të pajisje këtë paktën mundësinë. Nëse unë them që spitali traumës nuk ka kardiokirurg, është alarmante, se mund të shkoj dikush atje ka nevojë për kardiokirurgun, se duhet bëj zemër, duhet ta qepë etj, nuk ka. Po flasim për gjëra të cilat janë alarmante, të rëndësishme, për akseleratorët që njerëzit, pacientët që vojnë nga kancer do të bëjnë rrezet, për ilaçet e kimios që nuk mund të presin kur bëhet tenderi, kur i teket ministrisë etj. Po flasim për gjëra imediate. Pastaj do të zbresim tek mjeku i familjes. Gjithë shqiptarët janë dëshmitar dhe e dinë shumë mirë se po të shkojnë tek mjeku i familjes për të bërë një analizë të thjeshtë, analiza biokimike. E disa duhet të presin për shumë se një muaj për t'i dalë rralla. Kam vajtur vetë për ta testuar këtë. Dhe unë kam vajtur në fund të shkurtit dhe data më ka dalë në 1 prill, një muaj e ca. Po mimo, tani unë që shkoj, apo një moshuar, një pensionist, që nuk mundet do të presi një muaj kur t'i teket shtetit dhe ka data, sepse koncesioni laboratorëve dështoi dhe ka qenë një dështim dhe ka qenë një vepër korruptive që po e paguajnë sot shqiptarët. A diti sot që 10 ditët e fundit të çdo muaji, pacientët nëpër spitale, jo ata që janë nëpër shtëpi që shkojnë tek mjeku i familjes, smurët kronik, por ata të cilët janë të shtruar nëpër spitale nuk bëjnë analiza. Mbyllet fondi. Në sallat operatore nuk bëjnë dot. Është i vetmi vend në botë që ndodh i hospitalizuari, i shtruari në spital, në datën 15 ju shkon shkresa 10-15 gjithë mjekëve, vetëm për rastet mërësisht emergjente me shërit të kuq duhet bëni kërkesë për analiza. Po e kupton që bilanci biokimik i çdo pacientit hospitalizuar, se fakti që është i hospitalizuar do të thotë që është i komplikuar pacienti, që nuk është për çef. Duhet bëhen çdo ditë, madje kur e gjykon mjeku edhe 2 herë në ditë, edhe 3 herë në ditë, elemente veçanta. Po di ku e di, është thënë me 10 herë. Granit, domethënë është situatë shumë alarmante që vetë njerëzit e di çfarë bëjnë vetëm të monitorosh me kamerë, jo vetëm në Tiranë, por edhe në përrethë, se çfarë pune të frikshme, se çfarë bën njeriu i shkret kur ka hall. Bëjnë analiza, do të shkosh për një eko abdominale, provoje ti. Ose ta provoj vetë kryeministri se doli një herë në për studio dhe tha, atje në Angli e kudo tjetër ta presin 6 muaj pacientët, shkoj të bëj vetë një eko abdominale, kur dhe nxjerrin. Ta ndjeki si mjeku i familjes, shkoj si një qytetar i thjesht, e mos shkoj si kryeministri që bën operacionin edhe na bën neve që shiko se ajo dita që i qelloi kryeministri s'do ta kishte bërë operacionin tek QSUT-ja. I takonte ta bënte tek Shefqet Ndroqi, nëse do i kishim ditët se ku i takon urgjencat. Se të hënën e ka QSUT-ja, të martë mërkur e ka, jo të martën e ka trauma, të mërkur tejtë e ka Shefqet Ndroqi, të premte të sun djeli ka QSUT-ja. E kupton çfarë po bëhet këtu? Pra, po të vazhdoj argumentin, eko abdominale, shkoj i bëje sa muaj do presësh, mos kalojmë tek rezonanca magnetike se ka vajtur në shtator. E di që po më tregonin sot dhe kjo është për mua e frikshme. Në Shkodër, po bëhet nami në spitalin e Shkodër, sepse analizat me prova, unë nuk t'i nxjerr dot vetëm se s'duhet nxjerr burime. Vetëm ta përfundoj. Rri aty te rezonanca magnetike. Ke parasysh, shkon 6 muaj, 7 muaj me planifikim, me fondin e sigurimeve. Ore, a kupton kur bëhet rezonanca magnetike, nuk bëhet për qef. Kur mjeku e gjykon të domosdoshme dhe në shumicën e rasteve bëhet për diagnoza shumë të rënda që probabilisht në bazë klinikës, anamnezës, analizave gjykon për smundje të rënda tumorale kryesisht. Dhe kjo është ku preta i 6 muaj? Nga stadi i parë, tumori, kalon në stad 2-3 për 6 muaj. Një ndërhyrje të vogël, më fali, me që ishim tek analizat. Në për urgjencat e rretheve, ndodhin për ditë të merre, për arsye sepse enzimat kardiake, që janë aq të rëndësishme për të diagnostikuar arsyen e një dhimbje gjoksi, janë të kufizuara. Nuk bëhet. Domethënë, dhe mjekëve ju shkulin veshin, ju vjen edhe penalitete përse kanë dhënë shumë. Është e vërtetë që ka gjoba për mjekët që kalojnë? Atëherë, unë kam disa burime që e pohojnë këtë gjë. Por,
nuk flasin dot publikisht. Ushtrohet presion. Nuk flasin dot publikisht, ushtrohet presion. Sepse është e lehtë të gjykojmë, por në atë parë për shembull një mjek është një familjar. Dhe ky familjar ka marrë një kredi për shtëpi. Në shumicën e rasteve ka detyrime për fëmijët. Do të thonë, unë i kam heq vetë në shtëpinë këto gjëra dhe kam qenë a nuk do zgjidhet ju të bëni si shumë kolegë tuaj të rinë qetësi? Kam qenë në rrezik që në fillim që bankat më merrte shtëpinë. Dhe duhet të them, diagnostikimi i dhimbjes gjoksit bëhet me anë të ekzaminimeve. Dhe përveç EKG-s, përveç grafisë së gjoksit, duhen domos ato që quhet enzimat kardiake, duhen troponinat, CKMB, të cilat janë të kufizuara. Dhe përpasoj ndodhin drama dhe njerëzit kapen me mjekët se thonë përse nuk e zbulove ti që ishte infarkt. Po tani, dona ato nuk zbulohen me sy. Duhen do mos ekzaminimet. Jemi në shekullin e 21. Po, dhe kjo është gjithë drama... Po thojnë për Shkodrën. Po thoja për Shkodrën që atje një vizit për shumë për të bërë skanerin, po rezonancën magnetike është fundi gushtit fillimi shtatorit. Një qytetar, cili do duhet të bëjë këtë ekzaminimi, cili është tetë i rëndësishëm, skaneri nuk bëhet për qef. Pra ti duhet të kesh një arsye shumë të fortë që mjeku i thot pacientit ti do të bësh skanerin apo rezonancë magnetike. Eko abdominale ka vajtur me muaj larg. Pra ty të dhëm barku, po ta bëj kështu tani popullorçe, po të dhëm barku tani sepse mund të kesh një, nuk e di, domethënë, nuk e bën dot, do të presësh. Dhe çfarë bën ti pastaj shkon gjithë tek privati. Po tjetra. Për shembull, ti ke personat të cilët marrin kemp. Janë me kemp për probleme të ndryshme shëndetësore që ata mund të kenë. Nga më të ndryshme. Edhe një herë në vit këta shkojnë tek komisioni i cili bën verifikimet e tjera që ti e meriton, për shembull po ti je i paralizuar, je ngritur në këmbë, ku çmenduri tjetër, janë të tjera këto, po që nuk ka këmbë, për shembull do shkoj ta verifikoj që se ka këmbën, se mund t'i dali këmba prapë. Po mas i vitit prapë shkon. Vit për vit. Vit për vit, dhe një që s'ka këmbë, dhe një që është paralizuar, të dali atje. Ka heq një veshk, për shembull, duhet dalim prapë. Po tjetër, jo të gjitha. Përveç kësaj, për shembull, ta njerëzit cilët janë me kemp, ka disa prej kategoritë këtyre që do të bëjnë rezonancën magnetike për t'ia vërtetuar këtij komisioni që e kanë këtë problematikën e caktuar. Dhe ç'a ndodh? Shkon ai në qytetin e Shkodrës apo në qytetin e Elbasanit do të bëj këtë ekzaminimin. Dhe i thonë, vllai dashur, në shtator, sa atëherë ke radhën këtu. Ai ka takimin javën tjetër. Dhe për çfarë? Për 100.000 lekë, për 80.000 lekë, për 120.000 lekë. Dhe çfarë bën? Do shkoj tek privati, do lënja 3 muaj kemp atje, 300.000 lekë, 200.000 lekë që do bëj ekzaminimin. Dhe pastaj 3 muaj që ai atë kempin e ka jetik, sepse nuk besoj se ka një njerëz domethënë që po merr një kemp për çef, se s'ka ç'a bën etj. Pra shikoj çfarë drame, çfarë situate është atje poshtë, këtu nuk flet njerëz dhe kjo është drama e vërtet. Ka një. Sepse dhe një doktor, sepse këtu ata që kanë kontakte, njohje, lekë etj. Nuk shkojnë fare për të ndjekur këto çfarë ndjekin qytetarët që s'kan, që janë më shumë se 90% e qytetarëve shqiptar, se po të shkosh ti tek QSU-toja për ditë, bllokohet aty. Dhe kryeministri përveç se të merret me këto çfarë ne themi që janë jetike, jetë shpëtuese për çdo tjetër, thotë do ndërtoj një parking, këtu do sjeca vepra arti, këtu do bëj këtë, do bëj atë, do ta bëjmë xhenet, thotë. Po mimon, a thuhet në një spital do ta bëj xhenet? Më thuaj vetëm kaq. Është me zë me figurë. E parashikon duke munguar edhe pajisjet, edhe medikamentet, i bita këtë parashikuar. Mjekësia e gjeneratës tjetër, e xhenetit. Ka një keqpërdorim nga politika në lidhje me mjekësinë në Evropë. Do më falni, pastaj do vi direkt tek ju dhe zoti Jakaj, sepse më duhet të shkoj në reklama. Kërkon regjia ta mbyll pjesën e parë, por para spoteve publicitare, meqense po flasim për produkte, për çështje shëndetësie në fakt, Maxigesic është një kombinim perfekt i paracetamolit dhe ibuprofenit, të dyja së bashku në një tabletë vetme dhe me veprim të dyanshëm e fuqi të dyfisht. Maxigesic është ideal për dhimbjet që shkaktohen nga gripi, dhimbjet e artritit dhe ato të reumatizmës, por edhe për ju gjitha femrat, është një armik i fortë kundër dhimbjeve menstruale. Një tabletë Maxigesic është ideal edhe për dhimbjet e dhëmballëve të kokës dhe ato muskulare. Dhimbjet kapin befasisht, ndaj mbajeni me vete kudo që jeni. Një hapësirë shkurtër publicitare e kthehemi pas pak, mos u largoni nga ekrani i televizionit Ora News.
Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe për ata që ndoshta nuk na kanë ndjekur ose arritur nga fillimi, po bëjmë një skaner të shëndetësisë dhe problematikave kryesore që ka sistemi jonë. Zoti Allka, më falni sepse ju ndërpreva para reklamave. Do të thotë që këtu abuzohet me planifikimin që ka mjekësia perëndimore. Do më thonë, normalisht, nëse shkon të mjeku i familjes për një ekzaminim, le të themi në Itali ose në Francë, mjeku vendos një farë prioriteti për këtë ekzaminim që kërkohet. Dhe kur janë ekzaminime rutinë ose ekzaminime pak të rëndësishme, kur gjendja është e mirë, normal që shtyhen si afate. Por, kur janë problematika akute, ato bëhen extempora, quhet jashtë radhe. Dhe kjo është kudo në Evropë. Do të thonë, kjo gjë keq përdoret nga politika. Dhe kundërta është këtu, kur pacienti që ka një dhimbje gjoksi, që ka një dhimbje barku, do të thonë, duhet do e mos që të bëj enzimat kardiake, duhet bëj fjala vjen analizat e gjakut për të parë leukocite, duhet bëj ekon e barkut, ose EKG-n e të gjitha shërbimet në varësi të ankesave që ka. Dhe kjo nuk ndodh, ose ndodh, si thua, me shumë siklet. Nëse i pyet njerëzit, një nga një, nëse janë të kënaqur me shërbimin shëndetësor, të gjithë e pranojnë që nuk janë të kënaqur me këtë sistem, me këtë shërbim shëndetësor. Dhe nuk e di këtë, do në fajin ju aven përgjithsisht mjekëve. Ndërkohë, që mjekët nuk janë përgjegjës për organizimin shëndetësor. Ne kemi një organizim shëndetësor të jetë të centralizuar. Për ta kuptuar se sa i centralizuar është shërbimi shëndetësor në Shqipëri, duhet kujtojmë që edhe për një infermier në një fshat të largët të Shqipërisë, duhet do e mos ai duhet të futet në portali infermier për Shqipërinë, të vlerësohet aty dhe pastaj të marrë emërimin ku mund ta marrë. Kjo është skandaloze. A duhet keni një decentralizim edhe motivim profesionistëve të fushës? Pra, konkretisht mjekëve? Absolutisht duhet ketë. Ne kemi një sistem shëndetësor që nuk i ngjan askujt. Nuk është se i ngjan sistemit shëndetësor të Ballkanit, është absolutisht jashtë Ballkanit, nuk ngjan fare me sistemin shëndetësor evropian, nuk ka asnjë qasje me të, është një sistem fundemaj amorf. Dhe fat keq, politika mburret. Thonë që ne jemi më mirë se Gjermania, më mirë se Franca, i kemi të gjukë të në kohën e Covidit, këto budalliqe. Zotë Jakaj, se s'ju kemi lënë kohë fare, në fakt. Por e keni gjithë kohën e mundshme. Në fakt, unë kam shumë pyetje, po për shkak se ju të tre e njihni sistemin aq mirë të shëndetësisë, ju i digjni vetë, i ezaroni gjitha pyetjet e mia. Kështu që nëse ke diçka, apo do doja ta lidha pak edhe çështjen pastaj me shërbimin e urgjencave, nëse janë reforma apo propaganda. Një element, ajo dhe qendra kombëtare ka sjellë reagim sipas pyetjeve që shtruat më përpara që u foli zoti i ngreti me shumë profesionalizëm e me shumë dhimbje gazetari zoti Stafa, edhe doktor Allka. Po ta marrësh tani të bësh një rezume vetëm të bisedës që ne bëm në studio, që ne kemi prek vetëm disa element madhor, po dhe që janë shumë pak krahasuar për smundjet më dramatike që kanë njerëzit, tumoret, e trajtimi me kimioterapi, radioterapi, e skaner, PET skaner, rezonancë magnetike, që është një numër i kufizuar i pacientëve, e bëhen ajo sjellje, ajo drama, ajo mungesë aparaturash, ajo mungesë shërbimi, ajo mungesë barnash për të trajtuar. I gjithë sistemi është në kolaps të plot. Ne kemi parë në gjitha rastet që me kohën e pandemisë, por që në një studio tjetër në fillimet e pandemisë, media merret me lajmin ekstrem. Po të kthehemi pastaj të shohim që të mjeku i familjes, mënyrën e pagesave, të funksionimit, mënyrën e funksionimit të sistemit të referimit, mënyrën e funksionimit të urgjencave në Shqipëri, të spitaleve, të shërbimeve, ajo që i thamë se ne i prekëm të gjitha elementet. Pas datës 10, 12, 15 të muajt, nuk lejohen të bëhen analiza për të smurët e shtruar në spital, të hospitalizuarit, pavarësisht se mjeku gjykon për të bërë kontrollin se duhet të ndryshoj dozën, t'i shtoj, t'ja zbresi, t'ja kombinoj me një mjekim tjetër për të ndryshuar mjekimin në varësitë e curisë që ka reaguar organizmi i pacientit ndaj smundjes përkatëse. E për të vajtur pastaj te elementet e tjerë me
abuzimet që janë bërë në shëndetësi me koncensionet, flasim për sterilizimin, e dini, nuk është kapur as nga mediat, është folur, nuk është se s'është folur në këtë vend nga mediat, nga gazetarët, nga profesionistë të ndryshëm, jo pak, por kur ti kalon në një pushtet autoritar, në një qeverisje autoritare që ka uzurpuar gjitha pushtetet, dhe del flet mjes drejt dark për mrekullit që bëhen në spitalet tona, në shkollet tona, pastaj populli nuk ka, duhet të reagojë në formë tjetër. Godinat janë bukur. Nuk ke çfarë thua. Janë shumë pak të bukura, janë shumë pak funksionale. Dalim të koncensioni i sterilizimit, zotëri. Shkoni, verifikojni, Osmani ka bo, nuk mund t'i them Osmani shko verifikoje se ka bo një punë që ja kemi bërë gjithë shqiptarët, realisht sepse është kontribut që e për shoqërinë në sensibilizim, se ky nuk ndryshon dot, nuk sjell dot peckanin në Shqipëri. Ky sensibilizon shoqërinë, sensibilizon autoritetet, se me qenë një kryeministër pak i përgjegjshëm, e thret këtë zotërinë dhe i thot, shkon e verifikon, edhe i jep dorën dhe madje i kërkon falje publike dhe penalizon ata që e mashtrojnë nëse ai nuk i ka bërë vetë të gjëra pastaj. Dhe nuk me intereson penalizimi fare, me intereson të vi peckani, me intereson të vi rezonanza magnetike, me intereson të vinë barnat për krimioterapin e trajtimi për radioterapin. Çfarë ndodh? Paguajmë 200 ca euro për atë setin e famshëm kirurgjikal. Që sa ishte përpara koncesioni? Më fal. Ka qenë kështu, se ishte dramë një ditë që kisha një familjarin tim, që më thot një nga ekspertet e mjekimit të plagëve problematike. Fatkeqësisht, ne i kemi bërë prej 40 vitesh me sterilizimin. Sepse kur i hodhi mjetet, pajisjet mjekësore të mjekimit të plagës, e thash, çfarë bëni me këto? Se realisht edhe unë nuk e kisha informacionin. Tha, i grumbullojmë, tu e kemi detyruar një me humë me paguajun, tha. Se i merre kompania, i sterilizon, i paketon dhe na i sjell me këtë qesën e plasmasit. Këtë tha e kemi bë për 40 vjet dhe fatkeqësisht edhe qeveritë më përparshme na i lenin ne infermierëve, kishim detyrë t'i bënim ne, të paktën të punësonin një njeri tjetër, tha te ky sterilizimi që ne i bënim. Edhe një të punësuar nuk e kishim. Që, domethënë, edhe ajo kushton 220 euro, 230 euro një set i tillë dhe paguhen vetëm për tu sterilizuar, që kanë qenë sterilizuar brenda rrogës se infermierët që bën të mjekimin. Në rastin e mjekimit plagëve, të infermierëve të sallës së operacionit, sipas asaj të ndërhyrjes, dhe është ky lloj abuzimi dhe përpasoi pastaj kemi koncesionin e laboratorëve, kemi check-upin që ka kompania Duhanit, e kupton se kjo është e bukur shumë, dhe përpasoi ke këto mungesa dhe ke këtë rënim të sistemin shëndetësor. Shkojmë në një element tjetër shumë dramatik që Osmani e ka parë, po Osmani është marrë me shumë të madhe, në s'ka faj një Osman, është s'ka çfarë të bëj Osmani vetëm. Shkon në urgjencë sot tani, të ngrehemi nga këtu. Është një fluks i frikshëm. Njerëzit përplasen me mjek dhe me personelin shëndetësor. Një mjek, e kam thënë me 10 herë në media, një mjek është në propedeutik, në hyrjen në mjekësi. Të paktën i duhen 15 minuta të shikoj pacientin, të bëj atë që quhet kqyrje një mjekësi, të marrë anamnezën, nëse pacienti është i pamundur me fol do komunikosh me familjarin ose me personin që të ka sjellë në gjendje të pavetëdijshme, për të vendosur kush është protokolli i analizave e i kontrollit që do i bëjnë. Shkonin në QSUT në urgjencë. Ja marr shumë. Nuk ka më shumë se 1 minutë mjeku mundësi me fol se vjen e kap tjetër për krau. Mjeku duhet në qetësi, mjeku nat presion, nuk mund të ushtrojë profesion. Nuk mund të ushtrojë, ti ke vajt në urgjencë? A mundet mjeku të ushtrojë profesion? A mundet mjeku të jetë i qetë, i qartë, i pastër, profesional, në natë presion, të japi gjykim klinik për të vendosur për jetën e qytetarit? Ata mjekët janë një dhimbje. Dhe çfarë ndodh? Pse lën 4 mjek? Fut 40 zotëri. Në qoftë se është e nevojshme, fut 50. Po çfarë ndodh? Të dashur qytetar, të nderuar zotëri që jeni këtu në studio. Kemi 200-300 koordinator që monitorojnë lajket e sherrit e infermierëve, të mjekëve. Në fushat jemi, po... Me falë, o zotëri, nuk janë mjek, vërse nuk janë mjek. Nuk janë mjek, pra. Një minutë, o zotëri, më ndiq lutem mos... E, po s'më bëjnë të ftesë koment mjekët, mos sepse... O zotëri, nuk guxojnë. Jo, po, çfarë bën ky koordinatori? Koordinatori ushton presion ndaj bluzave të bardha. Çfarë bëjnë bluzat, sepse duhet të lidh gjithë puzzle-in? Dhe ka vend të punë për koordinatorët. Nuk ka vend të punë për mjek urgjence, që të plotësojmë urgjencën e QSUT-s më të madhe në terciare në Shqipëri. Dhe ke në çdo pavion një personazh i partisë që vjen aty si koordinator, i ka zbardhë
hetimet të onkologjiku, që në krye të gjithë skemës së abuzimit që është bërë te onkologjiku, ai abuzimi që u bë publik, edhe shpallën 2 mjek armiq pastaj, e tradhtar, ishte koordinatori patronazhist, se nuk ishte ndonjë mjek që e bëri atë. Koordinatori shkoi tek neurologjia pastaj, E kaluan nga onkologjiku, tek po se neurologjia. ka punuar mirë për partinë. Dhe të gjithë këto tepërgjime që ju keni bërë publike, koordinatori i thotë mjekut, shiko, mos guxo të thuash që nuk ka barna për kimioterapinë, po e kuptoni çfarë është kjo? Kjo është kriminale. Të ndërpritet kimioterapia në mes edhe ta gënjesh pacientin. Sepse pacienti ka mundësi tjetër, të mos e gënjesh, të shkosh, të gjesh në tjetër këto barna janë, ik në një sistem privat, ik në një vend tjetër, njoftoje, në protokoll zyrtar në tërë botën dhe s'mund ta bësh. Pra, ti ke gjithë këtë, më fal doktor Iliri Tamari, ke gjithë këtë hall që nuk të funksionon, duke mos funksionuar, por sigurisht që ti je në emisionin tat, sigurisht që unë kam misionin më të madh shërbimin ndaj qytetarëve si mjek, sigurisht që bashkë nifemi prej vitesh, edhe kur kam qenë drejtues në sistemin shëndetësor, e kam kritikuar atë, edhe e kam kritikuar publikisht. Jo, unë dua ta kritikoj, nuk them mos i kritikoj, përkundrazi. Por tani sot unë do të drejtohem qytetarëve shqiptar me një gjë zotëri. O ka fol Osman Stafa, po domethënë edhe familjen e vet s'mund ta kishte mbrojtur më shumë se ka mbrojt interesin publik. Domethënë ka luftuar si ajo nëna për të mbrojtur fëmin. Tani qytetarët zotëri, kur qeveria sillet në këtë formë me ta, duhet ta largojnë qeverinë, në rastin konkret e kanë me votë. Po duan votojnë, po mos duan. Do të ishte Osmani në lista. Po nuk është çështje lista, është lista. Doktor. Po edhe Osmani mund të ishte, jo në lista, po mund të ishte kryesuesi i listave për kauzat publike që bën. Por sinqerisht, jashtë çdo lloj politike kjo është tmerrsisht e dhimbshme dhe çfarë të ndodh pastaj. Më fal edhe një sekond doktor Iliri. Të fyen jo inteligjencën, po edhe ignorancën kryeministri që të trumpeton 3 muaj një marrëveshje me spitalin e Shebes në Izrael. A e kuptoni që CSUT-ja nga viti 1991 deri më sot ka bërë qindra marrëveshje me spitale të ndryshme të Parisit, të Romës, të Vienës, të Italisë. Me Itali ka punuar me Interreg 3, janë specializuar me specializime 6 mujore, 1 vjeçare, 2 vjeçare, shumica e mjekëve që punojnë në disiplinat të ndryshme të CSUT-s, sepse kam qenë pjesë e projektit Interreg 2, Interreg 3, që janë specializuar me qindra. Për ta përmbledhur zoti Sokolaj, të gjithë të mesele, duke bërë gjithë të diagnozë të sistemit shëndetësor nga A-ja tek Z-ja, kemi problemin madhor pastaj, shpopullimin masiv të bluzave të bardha. Largohen mjek, largohen infermierët, largohen laborantët, largohen farmacistët, largohen stomatologët. Pse largohen zotëri? Nuk largohen vetëm për pagën. Largohen për çështjen e dinjitetit, sepse Osmani e njeh shumë mirë që CSUT-n s'është marrë, ashtu siç e njoh edhe unë se kam qenë 92-shin i lidhur me atë institucione, do jemi lidhur derisa të jem në këtë jetë. Sepse aty kam bërë shkollën, aty kam bërë specializimin, aty kam punuar, aty kam shokët, aty kam përplasin për nevojat e mia profesionale dhe mjekët largohen për dinjitet, se nuk e duron dot një profesionist i mirë shkolluar monitorimin e patronazhistit dhe t'i bëjnë një skenim pastaj se çfarë të bën ky patronazhisti, nëse ti komunikon i jep like Osmanit, ose nëse nuk jep like e share postimeve të drejtuesve të shëndetësisë që 90% e tyre nuk kanë asnjë lidhje me profesionin e mjekut, e as të infermierit, e as farmacistit, ke drejtor të operatorit shëndetësor. Se di. Nuk e din? Duhet ta dish. Jo, se di. Se ke qenë drejtues të AKU-ja. Është Jeta Deda, ishte drejtoresh Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Po, tamam. Operatori shëndetësor, zotëria shkenca gjitha shkencave. Operatori shëndetësor merret me vaksinë, me imunizimin, pra me vaksinimin, me vaksinat, me shëndetin publik, me sistemin parësor, me sistemin dytësor, deri te sistemi terciar. Pra, e gjithë kjo rezume ka quar në shpopullimin masiv të bluzave të bardha. Po, doktor. Kryeministri para pak kohësh ngriti në qiell shërbimin e urgjencës, duke e quajtur si një mrekullie, që të them unë. Në fakt, shërbimi i urgjencës është ai që është. Në gjithë botën, urgjencat janë të mbipopulluara me pacient. Por, tek ne ka i problem shumë të rëndë. Një mjek urgjence në perëndim, që ne themi jemi më mirë se perëndimi, thot politika jonë, e ka në protokoll mund të bëjë 9 deri në 12 vizita gjithsej në ditën e tij të punës. Ndërsa një mjek urgjence në CSUT bën
shumë fishin e këtyre vizitave. Në ndër 12 vizita në ndër 12 minuta. Në Shqipëri, kjo është shqiptare, duke rritur në mënyrë të tmerrshme mundësinë për të gabuar. Sepse mjeku nuk është një kompjuter, është një njeri dhe duhet mbledh informacionin, duhet gjykoj për informacionin, do japi ekzaminimet, do gjykoj mbi ekzaminimet dhe pastaj do ta orientoj pacientin, do ta trajtoj aty, do ta përcjell në një shërbim tjetër, do ta shtroj. Konsulten tjetër Dhe mjekët në Shqipëri punojnë në një trysni të tmerrshme të numrit të rasteve në rritje. Bota ka standarde. Ne kemi shërbim pa standarde, të pa standardizuar, të pa kostifikuar. Ne nuk dim të themi, për shembull, që sa është kosta e një dhimbje gjoksi. Fjala vjen. Për shërbimin parsor, problemi është që tek emërimi. Përgjithsisht, emërimi fillon me një miqësi, me një ndërhyrje. Fillon me një akt korruptiv në Shqipëri. Dhe I imponuar. I imponuar. Ke nevojë absolute, ti gjesh një njohje, gjesh një mundësi, sepse sistemi nuk të përfshin me dën shërbimin. Dhe ti pastaj o do kërkosh mikun, o lekun, o shokun, do bësh një sepse je përballë problemit që ke familjarin tat që vuan. Do t'japsh zgjidhje. Nga ana e konsumatorit, Shqipëria mbetet i vetmi vend në Ballkan, në Evropë, e ndoshta edhe më gjerë, që taksa paguesit, ato që paguajnë siguracione shëndetësore, marrin shumë pak ose nuk marrin asnjëherë mbrapsh në rast nevoje pagesat e tyre. Kjo është e tmerrshme. Njeriu paguan siguracione që në momentin që do ketë nevojë për një shërbim shëndetësor, të marrin mbrapsh ekuivalentin në para ose shërbimin. Bota e ka zgjidhur këtë. Ose e merr në publik dhe merr falas, ose merr ekuivalentin në para dhe merr shërbimin në një spital tjetër që ti beson më shumë. Nuk ekziston dhe shton para tjera nëse do duhet. Nuk ekziston për qytetarët evropian spitali privat. Ka struktura spitalore private që unë që jam i siguruar zgjedh të shkoj te kjo strukturë spitalore. Dhe aty s'paguaj as i lek. Të gjitha i paguan shteti, siguracioni. I paguan gjitha siguracionit, i mbulon siguracionit gjitha. Nuk siguron. Domethënë, nuk figuron kjo gjë. Domethënë, spitali privat është për të pasiguruarit. Unë personalisht paguaj shumë sigurime. Dhe në rast se do të kem nevojë, dhe kam patur nevojë për shërbime shëndetësore, e kam të vështirë ose ndoshta ndonjëherë të pamundur që ta marr në privat. Dhe ç'është më rëndësishmja, jo në privat me siguracionet. Jo, në privat e marr. Jo, po me sistem nuk e marr. Nuk e merr. Absolutisht nuk e merr. E merr si i lirë, nuk e merr si qytetar, i siguruar. Dhe këtu shkilet dhe liria e zgjedhjes. Domethënë, personi që paguan sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, duhet dojmos që të përfitojë nga këto kontribute që jep. Dhe kjo në Shqipëri është shumë e vështirë. Jemi ndër vendet e ralla, që nuk e marrim këtë. Njerëzit i paguajnë sigurimin shëndetësor dhe nuk marrin mbrapsh, si thuash, Nis po e marrim as të shtetit, me gjithë të mungesa medikamentesh, pajisjesh, se të privati joja. Dhe tjetër, bota ka, le të themi Italia, mbar Evropa, shërbime që shteti nuk i ofron vetë, nuk mund t'i ofrojë, sepse nuk ka kapacitete, nuk ka mundësit, nuk ka cilësinë, gjitha këto, i paguan tek privati për njerëzit që ka nevojë. Këtu është merë, dhe më thonë, po të hapish rrjetet sociale, shef plot njerëz që hapin GoFund për fëmijë që ka nevojë për trajtime, për plot tjerë që kanë smundje të vështira, të pamundura për të trajtuar në Shqipëri, kërkojnë ndihmë para nga shoqëria, ndërkohë që janë njerëz që paguajnë kontributet dhe duhet ta merrin me dinjitet të shërbim në spitalet e shtetit, ose t'ju pagun dhe shteti në privat, ku nuk është e mundur që ky shërbim të ofrohet nga vetë shteti. Mbulur shteti. Granit, ditën e martë, s'ka papandësit i larkë qoftë, ku do shkosh? Cila urgjenca do shkosh? Presupozohet që të urgjenca e qesutos. Presupozohet. E kupton? Do me thënë, këtë po e nis nga zeroja.
askush, pra qytetarët në Shqipëri në një urgjencë caktuar janë predispozuar të shkojnë tek QSUT-ja. Shkojnë tek QSUT-ja, që të paktën edhe kjo do duhet të ishte pjesë e protokollit, që tjetri do të marrë mjeku, do duhet të shikoj njerëz se ti mund të varet çfarë mund të kesh dhe pastaj të nis edhe qofse do të shkosh ke urgjenca tjetër, por që aty të del dikush përpara e thotë shko atje sepse nuk na lejohet. Shko o te trauma o tek shefqet ndroqi. Po cili mjek do të jetë në këtë rast tani? Si është urgjencat kirurgjikale. Pra nëse ti do shkosh, do ankohesh për një dhimbje barku, për apandesit, probleme zore etj. Çështja e apandesit, unë thash te QSUT-ja, ku do të shkoja? Të martën ke trauma. Të mërkurën janë të ndara me ditë thoni. Tek shefqet ndroqi dhe këtë realisht se shiko, unë po them, kjo është edhe në konceptin e ofrimit shërbimit në kushtetutën. Një urgjencë nuk mund të kthej një pacient mbrapsht në asnjë vend të Evropës. Nuk kthehet mbrapsht. Dhe kjo na del pastaj edhe tek i ndjeri Martin Cani, i cili 3 minuta larg QSUT-s me një goditje në zemër e morën, e çuan të gjallë 15-20 minuta tek trauma, sepse Ogerta Manasiliu ka nxjerrë një urdhër. Ka humbur rreth 30 minuta. Por zemra ju e dini më mirë se unë që thjesht pomponë nxjerr gjatë gjithë kohës, domethënë hemorragjia e pra jeta e këtij djali mund të kishte qenë në dorë të mjekut. Dhe nga gjithë ajo çfarë un kam pyetur, nuk ka ndodhur në QSUT, madje ta gjejnë ata, një pacient i cili mund të ketë vajtur me traumë në zemër te kardiokirurgjia në QSUT dhe të ketë vdekur, pra të ketë shkuar gjatë dhe të ketë vdekur. Ta gjejnë një pacient, ta nxjerrim me iniciale, nuk ka. Të paktën në 20 vitet e fundit. Ndërkohë, nuk ka shërbim të kardiokirurgjisë fare ushtaraku. Po, prandaj them që kardiokirurgjia, pra ti çfarë i thua njerëzve? Unë ti thua që gjitha traumat të shkojnë tek trauma, pra të spitali traumës më i madh i Shqipërisë, por aty s'ke mjek. Ke goditje në zemër. S'ke kardiokirurg, se kardiokirurgu do ta bëj. Kush ta bën? Kirurgu i përgjithshëm. Cili është specializimi i kirurgut të përgjithshëm? Merret me çdo organ përveç zemrës dhe trurit, se merret kardiokirurgu, neurokirurgu. Si ja lë ti jetën i thua pacientit që meqense nuk e di, me një urdhër idiot. Koncepti sot Osman vetëm kështu për arsye profesionale. Koncepti sot, kirurgi i përgjithshëm, janë të gjithë kirurg janë kirurg përgjithshëm. Domethënë, specializimi i parë bëhet kirurgji e përgjithshme. Bëhet për gjërat të thjeshta abdominale që mund ta bëjë kirurg. Të gjithë pastaj janë specializuar që te apendiciti që është më i thjeshti. Sepse janë praktika spitalore botërore të klinikave të kirurgjive, specializohen pastaj te kardiokirurgjia, është totalisht specifike. Po, brenda abdomen, po themi barkut, përsëri nëse ti ke prekje, problemet e melçisë do merret plag, po themi se për shkak të aksidenteve dëmtohet dhe melçia, dëmtohen veshkat, do të bëni ndërhyrje në veshka, do merret urologu, do bëhet një ndërhyrje në melçi, do merret kirurgu që është i specializuar për melçin, e kështu me radhë me gjitha organet. Dhe në Shqipëri, në bazë të burimeve të mia, është kërkuar që në kohën e Ilir Beqaj, që të paktën në Shqipëri të hapeshin specializime të mjekëve, pra kirurg, të cilët mund të ishin të mundur që të bënin specializim edhe për zemrën, edhe për trurin, edhe për probleme tjera, se ketë bësh me traumë. Nuk të pret trauma siç ndodhin këta, se kanë çuar disa raste edhe me plumë në zemër, edhe me goditje në thikë, që kanë çuar tek traumas pastaj i merr dhe i çon tek QSUT-ja. E kupton çfarë ndodh për të mbetur tek urgjenca QSUT-s. Që duhet të kishte spitali i traumës këtë. Ka qenë QSUT-s, e kanë çuar traumës me një urdhër që kanë nxjerrë Ogerta Manasiliu. 2 skaneret e urgjencës sot më të mëdha të Shqipërisë, urgjencës QSUT-s janë jashtë funksioni. Skaneri që është në godinë -1 tek urgjenca e re, për një viti është jashtë Zoti Safa, të funksioni. lutem. Dhe është geniale, është kryenësi e pa shpirt e drejtuesve të shëndetësisë. I pari njëri që e ka ngrit publikisht edhe për shkak të aksesit që kanë media, është Zoti Stafa, këtë urdhrin e famshëm të Ogerta Manasiliut, dhe nuk e ndryshojnë më vëlla. Sepse është botërisht e vërtetuar që është gabim fatal i cili paguhet me jetë njeriu. Ka kosto dramatike, ka kosto tragjike. Dhe po tash, domethënë kostot janë me humbi jetë para, dhe Nuk ka më shumë. edhe financiare janë më të mëdha. Dhe ky urdhër vetëm për t'i nejtë përballë Osmanit nuk ndryshohet. Se vetëm nga ignoranca nuk ndryshohet, nga kryenësia e pa shpirt, se një urdhër është 1 minutë punë do të ndrohet urdhri i ministrit. Do të shkojmë në reklama, por okay, nëse e keni shkurt. Jo, është një në lidhje me. Në rregull. Atëherë, domethënë kalova tek urgjenca që QSUT-s 2 skaner jashtë funksionit. Urgjenca e pediatrisë, po të shkojë një prind sot me fëmijën me 40 etj problematik, do shkojë, e ke parasysh ku shkojnë ke bankat marrim një numër ne?
shkon aty, klikon me një numër kur vi radha. Por kur shkojmë bank, normalisht shkojmë, nuk kemi një problem shëndetësor. Kur shkon tek pediatria, të lutem. Po, domethënë kur ti shkon tek pediatria e përgjithshme, pediatria urgjenca pediatrisë do marrësh atë numrin, se je me 41, se ke probleme do presësh. Dhe çfarë bëjmë prindërit e shkret? Ikin, shkojnë gjithë tek privati. Urgjencat në përgjithësi. Çfarë gjetje është fasade? Me do të si qytetar evropian, ku kanë urgjencë, ku kanë botë, ku kanë pamë, sepse në urgjencë ka përparësia i cili vjen në gjendje më të rëndë. Po, vetëm se në urgjenca mos shkojnë pak më shumë raste se që janë vërtet urgjente për shkak të mungesës ose problematikave të mjekut, familjes së tjera ose censive. Do reshta për triazhin pas reklamave. Pas reklamave. Shkojmë në hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Mos u largoni. Jemi në alert në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit për ditën e sotme dhe po flasim për problematikat e shëndetësisë, një skaner me ato hallet e më të evidentueshme apo më problematikat. Zotë Sava dhe pastaj përshkuar të doktorit. Atëherë unë po thoja për çështjen e urgjencave, thash që SOT-s pediatrisë që lidhej me çështjen e bankës, domethënë, pastaj urgjencat në rrethe janë një dram vete. Urgjencat e rretheve, shkon në urgjencë ti, edhe serumin kam rast dhe unë, në për spitalet caktura që shkojnë e mblen tek farmacia dhe urojnë që në për disa zona cilat janë edhe të vogla, qytetet të vogla, urojnë që farmacin të jenë të hapura edhe kur aty ndodh urgjenca. Për shembull, po më shkruajnë tani nga Shkodra, po na shikojnë, edhe thonë që shiko, Edi Rama sot thot ishte në Mirdit, në spitalin e rilindur bashkiak që bashkë me maternitetin e tjerë. Dhe më shkruajnë ndërkohë që ndërsa kjo është fasada e radhës, Mirdita i bën rezonancat në Shkodër dhe për këtë pacientët presin për më shumë se 6 muaj. Thënë kjo, për të ardhur përsëri në Tiranë, siç ishte skandali onkologjikut për pjesën e mungesës së medikamenteve jetëshpëtuese, kimio, për shumë shpejt do dalë edhe një skandal tjetër që lidhet me biopsit që bëhen në spitalin onkologjik për të diagnostikuar kanceret, pra për të vërtetuar, bëhet një biopsi për të vërtetuar ke apo jo, cili stadi etj. Biopsit në Shqipëri që ka një rjet kriminal i frikshëm se si janë duke u bërë dhe se si janë duke u vjedhur qytetarët shqiptar. Por prova që unë po mbledh, do i dërgoj njerë spari në SPAK, duke i besuar të institucioni, sepse jam i bindur 100% se pacientët shqiptar janë vjedhur, janë masakruar, edhe me ke kancer i vjedhin o burë. Edhe ke kancer i vjedhin. Dë në thuash pse ndo një arsye sot, apo do i ruash gjitha për... Por dua sepse qëllimi im nuk është vetëm të bëj skupe si gazetar, por realisht po ta them mënyrën se çfarë u kanë bërë. Pacientëve të cilët kanë vuajtur nga kanceri në Shqipëri nuk më beso, nuk ja kanë bërë as në kampet e përqendrimit. Të gënjesh, të tjetërsosh, ti vjedhësh, një që vjen aty në spitalin onkologjik do të thotë që nuk ka dot mundësinë për të kuruar jashtë, sepse mjekët gjën e parë që u thonë se cilëve pacient që vjen aty për të hyrë në onkologjik i thonë, a ke mundësi me ik jashtë? Edhe tek fëmijët, edhe tek spitali onkologjik, a ke mundësi me ik jashtë? Sepse kjo është drama, dhe ata të cilët që ndrojnë këtu, marrin kredi. Kam raste unë. Marrin kredi, shesin shtëpit, marrin një më të vogël, shesin toka, bakti, çka kanë, dhe për të plotësuar tekat e disa mjekve të cilët kanë hapur klinika private, nuk bën këtu, thot, po shko atje, thot. Ke mjek sot të cilët që SOT-n e përdorin për trafikuar pacientët. Nga shteti, sepse s'kan ku i marrin, aty shkojnë qytetarët shqiptar dhe i peshojnë pastaj aty përveshësh me leke, me çfarë ata duan tek privati. Dhe kjo do jetë skandale, do publikohet kjo, sepse jam duke mbledhur ende dokumenta dhe fakte që do i depozitoj në SPAK, pastaj do t'i bëj publike. Nuk duhet të mbroj asnjë mëkatar mjek, po ke parasysh sistemin e kontrollon shteti. Patjetër. Pastaj mjek pa përgjegjshëm kanë gjithë botën. Patjetër, por këtu janë shtuar shumë, doktor. Absolutisht. Janë shtuar shumë sepse të ndihmon bateria që bëhet. Patjetër. Ky mjeku e para një herë, ky mjeku le të jetë sado i mirë profesionalisht, duhet të jetë njeri dhe duhet të reagojë për këto gjëma që shikon aty që bëhen. Në momentin që nuk reagon një, në momentin që ti këtë mos funksionimin e shtetit, prej mungesës medikamenteve, mungesës shërbimit e çdo gjë tjetër, i jep zgjidhje, hapen një klinike tënden, dhe pastaj aty i merr pacientët dhe i thua hajde tek unë se këtu kemi rradh 6 muaj, 7 muaj. E pastaj shkon te kardiokirurgjia dhe operacionit ka vajtur 5.000 euro, 4.000 euro dhe do t'i japësh lekët përpara operacionit, kjo nuk është mjekësi.
Absolutisht është Dhe kriminale. kjo është kriminale, sepse nëse dikush do t'i japi mjekut një kafe, që pra t'i bën operacionin, ai ngelet i kënaqur nga shërbimi, do t'japi një kafe, ndoshta nuk e di se si funksionon, vende tjera dim që është e lishme, disa vende Italia për shembull ma kanë treguar që është e lishme, shkojnë e depozitojnë aty, kurse këtu post vajte ti japësh 3.000 euro, 4.000 euro, 5.000 euro. Disa, sepse nuk dua të bëj ti përfshit gjithë, sepse ne kemi mjekët do shkojmë gjithë. Po ata të cilët këto profesion nuk e përdorin si mision, por e përdorin për të zhvatur qytetarët, unë do jem gjithmonë kundër dhe nuk do t'i mbështes. Nëse është e vërtet që tek urgjenca e pediatrisë triazhin e bën një makineri me numra, kjo është skandal, kjo është si në filmat me Mr. Bean. Pasi, triazhin duhet ta bëj një profesionist. Është ai, triazh do të thotë trie, vjen nga frëngjishtja, do të thonë rendit. Do të thonë rendit sipas nevojës, rëndesës pacientin që do marrë shërbimin. Dhe këtë do të bëj një profesionist aty, nuk mund të bëj një makineri. Nëse këtë e bën një makineri të urgjenca... Kanë quar vetë numra, 83-shi, 90-caja. Kjo është një nga turpet e mjekësisë së rilindur. Dëgjoni tjetër, doktor. Është krim. Dëgjoni tjetër. Është krim, nuk është turp. Është krim, nuk është turp. Dëgjoni tjetër, një skandal tjetër. A mund të, Osman, do m'japsh le vetëm një humorizish, po. Tani kemi portali. Se është interesant shumë. Dhe tani shkojmë në përmes portalit, shkojmë arrim këtu të kjo gjëm që ju, nuk e dyshoj që është të vërtet që ju e thatë këtu publikisht, sa unë se kam parë, deri tani, aplikon të portali. Nuk je i kënaqur me përgjigjen që ke marrë nga portali. Përsëri, për portalin do ankohesh te portali. A kupton, portali s'ka as shpirt, as fytyrë, është fiks rilindja e Ramës, me qeverinë e tij të korruptuar që ka gjysmën në burg e gjysmën duke drejtuar Shqipërinë. Kur hoqën nga puna, aplikova se ka shpirt portali? Jo, pa politikë. Se është politikë jo, kjo. Përmendet kryeministri. Unë kam historinë time me portalin Mjek për Shqipërinë. U trem edhe graniti. Jo, unë nuk tremem nga askush, po thjesht përpiqem të jem pa politikë. Ja, unë jam një dëshmitar. Kur më hoqën nga puna, aplikova 2 herë ke portali Mjek për Shqipërinë. Për të gjetë një vend si Mjek familje në Tiranë, Rrethana, Durrës e kështu. Asnjë farë përgjigje. Çova dosjen time me numër protokolli dhe mora me vull mbrapsht një kopje të dosjes me numër protokolli, që e kam edhe sot këtu. Asnjë farë sinjalizimi, megjithse Tirana, rrethinat e Tiranës, Durrësi, çfarë ishin këto, kishin nevojë për mjek. E kanë nevojë. E kanë nevojë pak. Do me thënë, është ajo që thash që këtu, do me thënë, ky portal nuk është se funksionon vërtet si, le të themi, si makineri, funksionon politikisht. Unë u përjashtova nga sistemi publik dhe normalisht do përjashtohesh edhe nga portali. Granit, vetëm diçka se më shkruen tani dhe njerëzit, ka pacientë cilët vuajnë nga kanceri dhe marrin medikamente të rimbursueshme. Dhe normalisht rruga që ata ndjekin është shkojnë tek mjeku i familjes, pra jep ai recetën, shkojnë tek, për shembull, marrin një nga Saranda, shkojnë tek mjeku i familjes, ai mjeku i familjes e çon tek specialisti i qytetit kur spitali i madh atje, mund të jetë Vlora, diçka e tillë, dhe Vlora pastaj e sjell tek qendra e konsultave në Qësuta. E merr qytetari këtë medikamente, i cili është për një afat 2 muaj. Vetëm gjoj pak se është e bukur. Qendra e konsultave e dërgon te shërbimi përkatës, në fund fare. Prit, se kjo nuk shkon. Dhe kjo ndodh çdo 6 muaj. Po dakord, po kjo nuk shkon. Ndonë se diagnoza është e pasherueshme, do ta marrësh tërë jetën terapinë. Unë e kam rast konkret 2 muaj. Pra, një pacient që vuan nga kanceri dhe merr një medikament të rimbursueshëm, në rastin ishte një mieloma multiple. Mieloma multiple, ndjes, do bëhem pak doktor në këto avash-avash, do hapëm klinikën time. Dhe ti e merr këtë medikamentin, pra shkon momenti që do shkosh ta marrësh prap, shkon tek qendra e konsultave, thon do ta bësh rrugën prap, duhet shkosh tek mjeku i familjes, do të çojë specialisti i Vlorës, të vish këtu, madje do të bësh dhe i palë analiza që të vërtetojmë që ti vuan nga kanceri. E kupton çfarë tallje bëjnë këta me pacientët që vuajnë nga kanceri? Po mimo, si mundet domethënë të mendosh që një pacient i cili është nën terapi do gënjej, se nuk e di për çfarë bëjnë këto, për çfarë bëjnë.
A nuk kanë këta një sistem të brendshëm për të vërtetuar që XY qytetar është pa aftësia pastaj për ta përjashtuar këtë kategori. Ti je lot, ti je kput, një person që vjen nga kanceri, që përveç se psikologjisë do të marrë makinën se mund të jetojnë në Tiranë, ka marrë një shtëpi me qerase, nuk e bën dot atë rrugën se bën kimio, bën gjëra. Pra ti thua shkon Sarand, shko tek miku i familjes, shko në Vlorë pastaj, merr makinën, shkon në Vlorë, nga Vlora hajde në Tiranë, bëj dhe i palë analizat që ti të vërtetosh që vua nga kanceri, se mos më gënjen ti mua dhe më bës sikur smure shkot nga kanceri dhe më merr të ilaçin e rimbursueshëm. Unë dyshoj një arsye se pse e bëj. Jam në kushtet e dyshimit. E bëjnë ndoshta për t'ju nxjerrë më keq jetën këtyre njerëzve. Unë nuk kam çfarë të them këtu më pastaj. Sepse ty ja vështirësosh marrjen e shërbimit shëndetësor njerëzve që janë në nevojë ekstreme për këtë shërbim shëndetësor, është të tmerr, është fiks si kampet e përqendrimit që përmendëm më parë. Dhe diçka të fundit nga unë Granit edhe kam një letër këtu. Ka një ser gjërash që ti brenda këtij sistemit makabër që është, mund t'i rregullosh pa cenuar ato koncesionet, pra pa cenuar korrupsionin masiv të qeverisë. Pra po thua vjedh, po të paktën pa cenuar korrupsionin masiv, por çfarë ndodh? Duke qenë të paavd drejtuesit pastaj, nuk mendojnë zero për t'i ardhur ndihmë këtij smuri që ju sot si shembull që është drame jashtëzakonshme. Tamam, është ato krimet e nazizmit, Tmerresht. Granit, në datën 8 janar, një djalë 12 vjeçar ndroi jetë në QSUT. Leo Sadiku e ka pasur emrin dhe u tha në QSUT se ndroi jetë nga miokarditi akut. Dhe në bazë të çfarë kemi marrë të karteles e tjerë, vërtetohet se QSUT-ja e ka vërtetuar miokarditin akut pasi pacienti kishte vdekur. Pra diagnostikimi për këtë rast është bërë pasi ai ka ndruar jetë. Dhe unë këtu kam një raport kontrollit lartë shtetit për një pajisje që nëse pra ky djali do ishte identifikuar, po marrim rast apo një tjetër me miokardit akut, është një pajisje e cila quhet ECMO, është pajisje jetë shpëtuese. Kardiokirurgët thonë që 50 veta në vit ndrojnë jetë për si pasojë mungesës së kësaj pajisje. Çfarë bën kjo pajisje? Nxjerr jashtë funksionit zemrën dhe mushkërinë për një kohë nga 0 deri në 2 muaj, apo edhe diçka më shumë në raste më ekstreme, që zemrën ose ti pra të riparë, ose zemra nëse ka fuqinë e vet, pra sidomos moshat e reja, pra e rimerr kontrollin e vet, ose mund të shkoj drejt transplantit zemrës për zemrë artificiale. Ose ti ke probleme me mushkërit, pra ke nuk e di, azma të forta e tjerë që disa diagnozat e tjera që mushkëria del nga funksioni. Mushkëria del jashtë kontrollit, përsëri është kjo pajisje jetë shpëtuese. Dhe përgjigja pas auditit që ka bërë kontrolli i lartë i shtetit, thuhet se pranë QSUT-s në shërbimin e kardiokirurgjisë, pajisja ECMO mungon, nuk ka pasur asnjëherë një pajisje të tillë. E di sa kushton? Rreth 200.000 euro, po të bëj unë qefin, po e quaj shumë, po them 200.000 euro. Si mundet ne mund të jemi në rast i vetëm në botë që nuk e kemi këtë pajisje jetë shpëtuese? Është një skandal i madh sepse zyrtarët justifikohen se nuk ka patur. Dhe kjo është e tmerrshme. Po para 15 viteve s'ka pas as në Gjermani, në Itali. Po pra, domethënë, meqense nuk shpëtoheshin jetë më përpara, nuk duhet të shpëtohen. Kjo është e tmerrshme, kjo është kriminale, nuk ka emër tjetër. Në vend që, si thuash, të marrë një herë frymë dhe të reflektojnë, e hidhen në krahun tjetër, jo po s'ka patur dhe më parë. Kjo është vrastare. Doktor Iliri, sepse kjo është të qeshesh nga dhimbja, nga halli, po të shikosh për shembull në këto spitalet e mëdha, këto tendrat që nuk kanë fitim nuk bëhen fare. Pra aty të mungon solucionet bazike për të ruajt nga infeksionet spitalore, se janë një hall, po të hymë me fol, ne mund të bëjmë 10 emisione me problemin madhor që kanë infeksionet spitalore, pra aty të mungon në tualetet e dhomave të spitaleve që është e panegociueshme, të solucionet për të pastruar duart, personeli shëndetësor dhe familjar, sapuni, se s'ban kushtender sapuni, se do bëjmë koncencione madhore, kupton? Mungojnë gjërat bazike për të mos u bë këto tendrat, sepse nuk bën dot nuk e ble ECMO-naj me modelin e pajisjeve të sterilizimit, me koncesionin sterilizimit, se ka një çmim të përcaktuar botëror ECMO-ja.
Do i fusish i 10% që më shumë, nuk e shton do të më tepër. I fusi 1000% këto nuk e kanë problem. Po se i kanë shit 10 fishe, 20 fish. Ne hymë në vëndet, në vëndet e botës tretë, bëjnë kërdim infeksionet spitalore. Unë kam kartela pacientës që kanë ndruar jetë në spital, pikërisht nga të vërtetuara pikërisht nga infeksionet spitalore, dhe kjo është merë. Janë problem botëror, jo vetëm në Shqipëri, ndërsa në Shqipëri bëhet nami. Në Shqipëri bëhet nami. Por që problemi është nuk i publikon askush, nuk i monitoron askush, nuk ka një raport mujor, vjetor, për infeksionet spitalore, sidomos në kirurgjit. Këtu tek ne, ndodhë fshehja e problemit, dhe nëse, dohën nëse e shëndetshme është të vesh gishtin tek problemi, që është ky problemi, dhe duhet zgjidhur, këtu është në mod, biles mburen që e fshefin problemin si kur nuk ekziston. Dhe edhe në qoftë se do dali dikush, do thot që po ekziston ky problem. Qaj po jep një kontribut? Do ta linçojnë në mënyrë... Më kanë thënë mua, është i shitur, paguhet, pas ti janë ufot, janë rusët, kinezët. Për ty? Pa tjetër. Janë Soros, janë gjithë more. Shiko, do më thënë, shiko plot, do më thënë, pas meje. Unë e kam thënë gjithmonë, doktor, pas meje, do më thënë, është asë njëri, lartë meje kam zotin, edhe unë deri në fund kësaj qështje s'kam për të lënë asë Po se thonë, si ka kurajo 30 sekunda për të mbyllur në formë thirrja dhe kështu po e vazhdojmë sepse jemi në fund. Unë realisht po e them me shumë përgjegjësi, por edhe si formë lutje ndaj gjithë atyre qytetarëve të cilët përballen do duhet të reagojnë sepse edhe ata të cilët sot janë të shëndetshëm do vi një kohë nesër që do kenë nevojshme një nga këto pajisjet, shërbimet, analizat, skanerin e tjerë. Dhe përveç se kushton një jetë, kushton në xhepat tanë teksa paguajmë dhe sigurimet shoqërore. Pra ne i paguajmë për të marrë shërbim, nuk e marrim pastaj. Ato vijnë nga xhepat tanë. Patjetër që vijnë nga xhepat tanë. Dhe do duhet të kuptojnë që do duhet të reagojnë dhe të ngrenë zërin, të kërkojnë tek ata të cilët janë përgjegjësit këto çfarë janë jetike për shëndetin tonë. Dhe një thirrje për mjekët. Do i bëj thirrje gjithë atyre mjekëve që duan ta bëjnë dhe bëjnë këtë profesion me shumë ndershmëri, e cilësojnë si mision dhe që duan që të flasin për problematika që lidhen me spitalet dhe që janë dëm të pacientëve shqiptar. Unë do të vazhdoj këtë betejë deri në fund, edhe në qoftë se nesër për gjithë ata cilët më thonë mua që mëse ata tek onkologjiku, me parti politike etj, edhe në qoftë se nesër do ndërrohet zëm sistemi, do vi X apo Y parti dhe unë Osman Stafa nuk do flas për këto problematika apo për problematika tjera që do dalin nesër. Më pështyn fytyrën do dalë përpara onkologjiku dhe të rreshtohen atje në radhë. Mund të blihesh, mund të futesh në listë për deputet. Nuk ka shans të botë. Unë qofsha dhe njerë. Jo që 10 sekonda nga 30 sekundë shenjë. Jo, do të shtoj 40. Dhe njerë, unë Osman Stafa, gazetar, apo qofsha nuk e di, çfarë ti duash, edhe deputet në qoftë, more, po ta marrë edhe këtë, se ka dalë dhe kjo, do më thënë që artikulohet. Qofse Osman Stafa, edhe deputet që ti thua dhe në partin pushtet qoftë, në kryet e listës, në krye etj, ndodhin këto dhe Osman Stafa nuk është përpara spitalit, të gjithë, ja po e them publikisht dhe kjo qëndron, kanë të drejtë më pështyn fytyrë kudo që më shikojnë në rrugë. Dhe këtë e kam betej misionin tim. Okej, është regjistruar dhe do jetë edhe në arkive edhe në YouTube. Doktor, edhe për ju për shumë shkurt. Çështjet e shëndetit janë çështje prioritare. Ne themi me këdo që jemi, themi mbi gjithat ke shëndetin, dhe na rujt Zoti. Na rujt Zoti e këto gjëra. Dhe unë i ftoj njerëzit që t'jenë më të ndjeshëm ka çështjet e shëndetit dhe çështjet e arsimit, se janë themelore për një kombë. Do t'ja kaj. Qytetarët do t'jenë shumë më të përgjegjshëm dhe reagues për çdo lloj problemi të vetin, duhet ta kuptojnë thelbësisht që qeverinë e punësojnë ata, duhet të jenë të vetëdijshëm, të mos shesin e blejnë votën, sepse të kushton jetën. Me falë, nuk po ta politizojmë, të lutem, me lërë 30 sekundë. Ka një problem. Nesër Besniku, minister, ose drejtor qesute, Osmani dhe të gjithë Osmanat duhet të me kryqëzojnë mua për ato që bëhen. Për ato, sepse ti do bësh progres, sepse është ajo këthemit e doktor Iliri, thot, s'ka qenë bon. Po më para 15 nuk e ka pas shpik shkenca akoma.
Edhe këta justifikojnë vetëm me këtë. Është skandaloze. Pra, qytetarët duhet i kërkojnë llogëri. Gazetarët, mjekët, mësues, intelektualët duhet jenë kërkues çdo ditë ndaj qeverisë tyre. Dhe nuk mund të heshtin dhe nuk ka kompromis me qeveria është e qytetarëve. Nuk është qeveria ime, qeveria Osmanit, qeveria Gramitit. Kur derisa ta ndajmë te konceptin e kështu kena për të vujt me gjitha qeveritë, pra desha me thonë që edhe qeveria tjetër, po që qeveria që i pëlqen Osmanit, po themi, duhet i marri këto, t'i thrasi mendjes e ta thirrëse. Kush do qoftë në qeveri, kush do qoftë ministër, do t'i bëja thirrje që t'i shofi këto denoncime dhe ta heqi egon e të lehtësoj dhimbjen e njerëzve që po humbin jetën, të paktën me disa gjëra që janë lehtësisht të bëshme. Zoti Jakaj, të falenderoj që Faleminderit ju. Faleminderit doktor Rallkja. Faleminderit për Faleminderit zoti Stafa. Faleminderit ju. Ky është fundi i Alert për ditën e sotme. Do të shihemi të premten e ardhshme në 21. Mos harroni ritransmetimin shtunën e 13:30. Deri atëherë mirupafshim.